Përshëndetje, sot kam menduar të flasim për kristalet. Si fillim, doja t'ju njihja me kristalet. Çfarë janë kristalet? Kristalet janë materiale të ngurta, atomet, molekulat dhe jonet e të cilave janë organizuar në një mënyrë të tillë që i jep atyre vetit fizike, por edhe benefitet shpirtërore. Pra strukturën e tyre të brendshme mund ta imagjinoni si forma e një mandale. Po përse na duhen kristalet? Nëse ju po pyesni përse ju duhet një kristal, atëherë më lejoni t'ju them se nëse jeni duke përjetuar një bllokim energjetik në njërin prej çakrave, për të cilat ne folëm në videon paraardhse, pra duhen për të çliruar një bllokim energjetik që ju mund të keni. Gjithashtu do të jenë mikët tuaja më të mira në procesin e manifestimit, për të arritur fat, për rritjen në karrierë, për zhvillim personal apo shpirtëror. Dhe gjitha këto me radhë, patjetër që Zeni donte të bëj pjesë e videos. Atëherë, le të fillojmë me zhbllëkimin që ato mund t'ju ofrojnë në lidhje me energjinë në secilën prej çakrave që ju mund të hasni, mund të jeni duke përjetuar. Si fillim, duhet keni parasysh që kristalet kanë ngjyra specifike dhe madhësi specifike dhe funksione specifike. Në varësi të ngjyrës, ata lidhen shumë me secilën prej çakrave. Në varësi të madhësisë, kjo tregon se sa i fuqishëm mund të jetë ai kristal. Pra sa më i madh jetë, aq më shumë energji ai ka, akumulon dhe mund t'ju ndihmojë ju në lidhje me problemin që ju keni. Le të fillojmë për shembull me Red Garnet, i cili është shumë i mirë për çakrën e rënjës, për të cilën e folëm në videon paraardhse. Nuk dua të jap shumë specifika duke qenë se ne i dham, por ky është një kristal shumë i mirë që mund t'ju ndihmojë. Agata, portokalli, ka lloje të ndryshme agata, mund të kemi dhe agata flower agata, por agata portokalli lidhet shumë me çakrën sakral, ja kishte ngjyrën portokalli. Më pas, kalcit i verdh, duke u nisur edhe nga ngjyra sigurisht, ndihmon me konfidencën, pra lidhet me çakrën e pleksusit diellor. Kemi venturinën, jeshile, e cila sigurisht lidhet me çakrën e zemrës. Sodalite, blu, e cila lidhet me çakrën e komunikimit, të shprehut të së vërtetës, apo të vegjetes. Dorite, e cila lidhet shumë me çakrën e syrit të tretë, duke patur edhe një formë pak a shumë si pineal gland. Ju mund ta vendosni në ballin tuaj dhe thjesht të meditoni, apo mund të ndihmojë në marrjen e vizioneve të ndryshme, apo në sqarimin dhe blokimeve të mundshme që ju mund të keni në këtë lloj çakre. Gjithashtu kemi dhe amethistin, që është një kristal fantastik, do thoja, jo vetëm për çakrën e kurorës, që ju ndihmon shumë të merrni mesazhe, të jeni të hapur ndaj qëllimit dhe misionit që ju keni, e të tjerë, pra të gjitha ato për të cilat ne folëm, por gjithashtu ndihmon shumë në dhimbjet e kokës, duke qenë se dhimbjet e kokës lidhen drejt për së drejti me çakrën e kurorës dhe të syrit të tretë. Në rast se ju po përjetoni një hapje të syrit të tretë, ju mund të përjetoni shumë dhimbje koke, marramendje, edhe shumë simptoma të tjera. Dhe amethisti kam vënë re që sa herë unë mund të kem patur dhimbje koke, në momentin që unë e mbaj në dorën time, ai do të më ndihmojë dhe në momentin që flas dhe komunikoj me të, do të më ndihmojë shumë në sqarimin tim nga këto dhimbje koke dhe simptoma të ndryshme. Gjithashtu, ne përmendëm manifestimin apo jo dhe rritjen në karrierë, rritjen personale. Disa nga kristalet që unë mund t'ju prezantoj janë Tiger Eye, apo syri tigrit quhet, i cili është fantastik për rritjen tuaj në karrierë. Duke qenë se lidhet pra dhe me tigrin, me ambicjen, për të arritur golat, ndihmon shumë në këtë aspekt të karrierës tuaj. Kemi në lidhje me manifestimin, dua t'ju prezantoj 3 kristale shumë të rëndësishëm, që janë citrina, është fantastike për të manifestuar. Madje do të këshilloja shumë, unë kam 2, një që e mbaj në tavolinën time, që më ndihmon në lidhje me procesin e manifestimit, dhe një tjetër që e mbaj në kuletën time. Pra duhet të këshilloja që të mbani një citrinë në kuletën tuaj nëse doni që të manifestoni të ardhura apo rritjen e të ardhura tuaj. Kjo karta më pëlqen vërtet shumë. Është në një madhësi jo dhe aq të madhe, do thoja, por
punën e bën shumë të madhe. Po ta shikoni nga afër, ka disa si flok vërtet të arta, prandaj ka marrë edhe këtë emër. Duhet të fsheh fytyrën time. Pra, ka disa flok të arta të cilat i kanë dhënë këtë emër. Kjo karta ndihmon shumë në lidhje me bllokimet energjetike që mund të keni të çfarëdoshme. Dhe duke qenë se ka një ngjyrë të artë, ndihmon jashtëzakonisht shumë në bllokimet energjetike që mund të keni në lidhje me manifestimin e të ardhurave. Pra, nëse shikoni që nuk keni të ardhurat aty ku ju dëshironi, e të tjera me radhë, ajo mund të ndihmojë shumë. Dhe gjithashtu, pyrite, që është dhe kristali që më parë është ngatëruar edhe për ar, duke qenë se duket paksa si ar, dhe jo më kot, sepse ju ndihmon shumë të tërhiqni pasuri dhe mirëqenie në jetën tuaj. Dhe këta kristale preferojnë të qëndrojnë së bashku dhe të qëndrojnë nëse ju keni për shembull bizhu, gold ose më sakt floriri që thjesht nuk i përdorni ose mund t'i përdorni më vonë, mjafton që t'i lini pranë këtyre kristaleve sepse preferojnë shumë goldin dhe floririn dhe preferojnë shumë të rinë pranë njëra tjetrës. Okej, le të kalojmë tani tek një pjesë e rëndësishme që ju duhet të keni parasysh në rast se po punoni me kristalet. Kristalet duhen parë si qenie në vetvete. Duke qenë se ato janë qenie, pra janë manifestim i energjisë në një formë fizike që është forma e kristalit. Dhe po ta shikoni, në rast se ju do të punoni me kristalet, ato vërtet evoluojnë, rriten dhe zhvillohen. Nëse ju do të kishit parë këtë kristal kur unë e bleva, në momentin e parë që unë e bleva, po ta shikoni tani, ka formuar disa unë i shuaj horizonte të kristalit apo shtresa të ndryshme, të cilat nuk i ka patur kur unë e bleva. Ka qenë komplet i pastër, kompletësisht i pastër dhe në të ngjyrën lejla shumë të lehtë. Dhe me kalimin e kohës ai ka formuar të gjitha këto formësime dhe me shumë mundësi do të bëhet si ky në të ardhmen, që ka këto formësimet e bardha dhe ngjyrë më të errët. Dhe kristali do vëmendjen e tij. Pra në momentin që ju vërtet të risheni drejt një kristali, dëshironi ta blini, sepse kjo është e rëndësishme, nuk e të rishni ju kristalin, ju të rish ai ju. Pra, nëse mendoni të blini kristale e kot, në rast se ai nuk ju tërheq, jo se ka ndonjë problem, sigurisht mund të ndihmojë, por e mira është ta lini kristalin t'ju thërras. Pra në momentin që ju keni një bllokim energjetik, ju detyrimisht ose vetvetiu do të ndjeni të drejtuar ndaj një kristali specifik dhe do të vini re që ai ishte fiks kristali që ju duhen në ato momente për të ndihmuar. Apo nëse ju e ndjeni që dëshironi më shumë të ardhura, më shumë miqësi, më shumë fat në jetën tuaj, do të ndjeni të drejtuar ndaj kristalit specifik që do t'ju ndihmojë. Dhe jo më kot, sepse do të bëhet guida juaj, miku juaj më i mirë gjatë këtij rrugtimi, për çfarëdo gjëje që ju po nisni rrugtimin tuaj, apo dëshironi të keni në jetën tuaj, apo të shëroheni e të tjerë. Në rast se një kristal po ju thërret dhe ju e merrni kristalin, duhet ta konsideroni si mikun tuaj më të mirë. Ti vendosni një emër, të krijoni kushte në ambientin tuaj ku ai të ndihet shumë mirë, i mikpritur, ti flisni çdo ditë, të punoni me të, ta mbani pranë vetes dhe më e rëndësishmja, kristali ka kohën e vet për të pastruar dhe për të karikuar. Mund ta quani ndryshe si pastrimi dhe ushqimi. Kristali ka nevojë për këto lloj ritualesh. Pra, kristali duke punuar me ju, akumulon energji, mund të lodhet, mund të mbingarkohet dhe ka nevojë për këtë pastrimin. Ka nevojë për këtë pastrimin që bëhet me Palo Santo. Nga ana tjetër, për të karikuar, mjafton drita e hënës së plot. Këto rituale funksionojnë me ciklet e hënës, që është një video që unë kam postuar e para fare. Me fazën e hënës së re, ju do të pastroni kristalin me Palo Santo. Palo Santo është material druri i cili digjet dhe lëshon aromën e tij që mund ta përdorni edhe për pastrimin e vetes tuaj në krahun orar. Pra ju mjafton ta ndisni Palo Santon dhe ky ty që lëshon është shumë pastrues dhe shumë i mirë, edhe nëse ju keni kaluar një ditë të ngarkuar dhe dëshironi të çlironi nga këto mendime negative apo energjitë
e të tjerëve që ndoshta keni akumuluar gjatë ditës, është shumë i mirë për t'ju pastruar. Apo qoftë edhe kristalin tuaj me një lëvizje rrotulluese në krahun orar, mjafton që tymi i saj ta prek. Unë nuk e ndeza shumë tani, por gjithsesi, në rast se mbaron tymi, duhet ta ndizin sërish dhe të vazhdoni punën me kristalet e tjera, kjo në fazën e hënës së re. Në fazën e hënës së plot, ju duhet që të thjesht të keni një dritare që vjen drita, në të cilën vjen drita, dhe t'i vendosni në pjesën e brendshme të dritares dhe lini gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës në hënës së plot, mundësisht edhe një ditë para, një ditë pas, duke qenë se energjitë mbarten, por atë ditë një herë që është hëna e plot është shumë e rëndësishme. Nuk është e detyrueshme, por thjesht nëse ju dëshironi që kristali të funksionojë në optimumin e tij, pra në maksimumin e tij dhe t'ju ndihmojë dhe të jetë mirënjohës që është me ju, pra të jetë një marrëdhënie simbiotike, pra jo thjesht ju të merrni për kristalin, por dhe t'i ofroni atij disa kushte esenciale. E mira është i lini të gjithë ditën e hënës së plot, edhe natën mundësisht. Në rastin tim është pak vështirë, duke qenë se kam një maçok në shtëpi i cili pëlqen të hedhë çdo gjë që kam në tavolinë. Por përpiqem që atë natë ta mbyll derën e kësaj dhome dhe ose të siguroj një vend ku unë mund ta kryej këtë ritual lehtësisht. Okej. Kjo është e pjesa e karikimit dhe e pastrimit. Gjithashtu mund të bëj një video tjetër për këtë, sepse kristalet të ndryshme kanë nevojë për pastrime dhe karikime të ndryshme. Për shembull, kam një turmalin të vogël këtu. Turmalina dëshiron që të pastrohet me ujë. Pra, ju mund të përdorni mënyra tradicionale të pastrimit, por turmalina e dashuron domethënë pastrimin me ujë, pra nëse ju thjesht e vendosni në një rubinet me ujë të pastër dhe të rrjedhshëm dhe të mendoni që gjithë energjitë negative po largohen nga ky kristal. Gjithashtu, turmalina e zezë e preferon jashtëzakonisht shumë diellin. Pra në çdo ditë me diell, mjafton ta lini të bëj banjë dielli dhe do të ishte shumë e lumtur me ju. Ka kristale që nuk kanë nevojë që të pastrohen, po të karikohen, siç është selenite. Meqense selenite pastrohet vetvetiu, e pastron veten e vet dhe madje mund të pastrojë kristalet e tjera. Dhe nëse ju do të merrni një pjatë selenite, mjafton që nëse keni bërzëlyshje me kristale, mjafton që këto bërzëlyshje t'i vendosni apo unaza apo te kristalet tuaja në këtë pjatë selenite dhe do të pastrohen vetvetiu. Kjo ishte një guid, aq sa unë kam menduar. Në rast se mund të kem harruar diçka, do përpiqem ta shtoj ose të krijoj një video tjetër për kristalet. Mjafton që ju të shprehni dëshirën apo të më thoni që jeni të interesuar në lidhje me kristalet dhe unë do t'ju udhëzoj në lidhje me kristalet e tjera, si mund t'i përdorni, benefite të ndryshme apo në varësi të kërkesave tuaja personale. Shumë faleminderit. Do të isha shumë i lumtur të njihesha me opinionin tuaj në komente. A ju pëlqeu ky prezantim i kristaleve dhe a do t'ju pëlqente të punoni me kristalet tuaja, miqt tuaj më të mirë, të cilët do ta ndjeni vërtet shumë që do t'jenë aty për ju sa herë ju keni nevojë. Faleminderit.